Foltori e gjykatës kushtetuese i dha mundësinë Erion Veliaj të flasë publikisht 9 muaj pas arrestimit. Ai tha se ndjej i thyer për mënyrën si u shkarkua nga këshilltarët socialist me motivacionin e mosparaqitjes në punë, ndonse sipas tij, kjo ishte përkundër vullnetit të tij. Dhe kur beson që ka dhënë gjithçka për këtë mandat të qytetarëve, vjen arsye për cilën të largohen nga detyra. Dhe citoj: mos prezenca në detyrë për më shumë se 3 muaj. Nuk isha se si të më fyenin më rënd se kaq. Ka qenë fyerja më e rëndë e jetësime publike dhe këtë thot dikush që ka dëgjuar fyerje dhe legjenda urbane dhe fantazi pafund. Po kjo është fyerja më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi, nga njerëz që më njohin më mirë se kushdo tjetër dhe që nuk denjuan as të më ftonin, as të më njoftonin, as të më dëgjonin. Veliaj pretendoi se shkarkimi i tij është i motivuar politikisht dhe një akt kundër demokracisë. Kam pritur 9 muaj për këto 9 minuta. Betejë ime për të dëgjuar për ju vjen pas një sage të gjatë. Zhgënjyse për thënë drejtën, për të dëgjuar çfarë pas kam bërë. Që jam rrëmbyer nga zyra ku më kanë zgjedhur qytetarët dhe jam mbyllur në një qeli me një regjim burgosje apo shoqërimi më të rëndë se sa vrasje seriale. Besimi im se vota e lirë është më e fortë se kulisa politik është fuqia që më shtyn ta bëj këtë betejë sot këtu përpara jush edhe përpara të gjithë shqiptarëve. Bindja ime se drejtësia duhet burojë nga kushtetuta dhe jo nga protagonizmi politik apo etja për karrierë mbi kurrizë të lirive themelore të qytetarëve është një bindje e palëkundur. Kryebashkiaku i shkarkuar u përplas edhe me përfaqësuesin e Këshillit të Ministrave. Mbrojtja e interesit publik dhe parimet kushtetuese kur i zgjedhur i prej zgjedhësve nuk kryen për shumë arsye detyrën të cilën i është shpjeguar nga zgjedhësit. Sigurisht kjo pyetje do të ishte e ndershme nëse do t'ja bënin të qytetarëve tropojës. Pra nëse për ata jeni okay që të rinë 11 muaj pa kryetarbashkie dhe nuk e bëni këtë pyetje, por kjo specifikon vetëm një njerëz dhe targeton vetëm një njerëz, kjo nuk më duket normale. Në fakti që ju nuk e pyesni këtë për dikë tjetër, që është në një këtë gjendje të përkohshme më të gjatë se imja, tregon që po bëni diferencim në këtë rast. Kështu që për sa kohë që kanë qenë të vlefshme delegimet e kryetarit të Bashkisë Tropojës nuk ju kanë shqetësuar, s'duhet t'ju shqetësoj fare fakti që unë në të njëjtën mënyrë kam bërë delegimin e vullnetit tim. Veliaj u shkarkua në tetor të këtij viti nga Këshilli Bashkiak me argumentin e parashikuar në nenin 62.c e ligjit për pushtetin vendor, që lidhet me mungesën e tij për një kohë të gjatë në ushtrimin e detyrës.